Gjesti, me një buzëqeshje të madhe në fytyrë dhe një shkëlqim lozonjar në sy, i afrohet Loredanës, e cila po qëndron e qetë, e pavetëdijshme për atë që po përgatitet të ndodhë. Ai e kap pa pritur në bel dhe, pa e paralajmëruar, e ngrit lart në ajër me forcën e tij. Loredana bërtet me zë të lartë, duke u kapur instinktivisht pas supeve të tij. Gjesti, mos më lër poshtë. Kam frikë. Bërtet ajo, duke u përpjekur të lirohet nga duart e tij, por ai vazhdon ta mbaj pezull, duke qeshur me të madhe. Ej, qetësohu, Loredana, i thot ai mes të qeshurave, ndërsa ajo përdridhet dhe shkun këmbët në ajër. Nuk do të lëshoj, por shiko sa e lehtë je. Sikur të mbaj një pupël në duar. Loredana vazhdon të bërtas dhe të qesh në të njëjtën kohë, ndërsa përpiqet të gjejë ekuilibrin. Gjesti, po të them seriozisht, më lër poshtë. Mos u tall me mua. Banorët e tjerë, të ulur përreth, fillojnë të qeshin dhe të brohorasin, duke i nxitur të vazhdojnë lojën. Mbaje edhe pak, Gjesti. Thërret dikush nga larg. Dakord, por vetëm nëse premton që nuk do më bërtasësh më. I thot ai me një shikim ngacmues. Loredana, duke mos pasur zgjidhje tjetër, tun kokën dhe i përgjërohet. Po, vetëm lërm poshtë, të lutem. Gjesti më në fund dhe ul butësisht në tokë, ndërsa ajo pshertin me lehtësim, por e shikon me një shikim paralajmërues. Do ta mbaj mend këtë, Gjesti. Do të hak me rem. I thot ajo duke e goditur lehtë me pëllëm në krah. Gjesti qesh me të madhe dhe i jep një shkelje syri. Mezi po pres të shoh çfarë ke në plan. Shtëpia shpërthen në të qeshura dhe atmosfera mbushet me energji pozitive, ndërsa të gjithë vazhdojnë të diskutojnë për episodin e papritur mes tyre. Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një valë të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, i bëjnë Eglin të mendoj më shumë se sa duhej. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo i përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim. Loredana, e mbushur me energji, po i jep hapin Gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po i mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se Gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, i drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mbredh. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashkë, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara. Gjesti, pa u ndjerë shumë i shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhet të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke i hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndalojë një valë pasigurie të shpërthejë brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ja kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër. Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një valë të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, i bëjnë Eglin të mendoj më shumë se sa duhej. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo i përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim.
Loredana, e mbushur me energji, po I jep hapin gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po I mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, I drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mbredh. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashk, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara. Gjesti, pa u ndjerë shumë I shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhet të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke I hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndalojë një valë pasigurie të shpërthejë brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ja kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër. Rozana, e ulur në një cep të shtëpisë, me duart e kryqëzuara dhe një shikim të mbredh, fillon të bisedojë me Danjen për Eglin, duke mos e fshehur as pak kënaqësinë e saj. Ajo lëkun kokën dhe pshertin thellë, sikur të mos e kuptonte dot sjelljen e Eglit. Danja, unë se kuptoj fare këtë vajzë, thot Rozana, duke ngritur vetullat me habi. Egli është një vajzë e keqe, se di si nuk I vjen turp. Pas gjithë asaj që ka ndodhur, ajo ende I rri mbrapa Gjestit. Nuk e ka asnjë lloj dinjiteti. Danja, e cila e dëgjon me vëmendje, e tun kokën dhe nënqesh paksa. Po pra, Rozana, edhe unë e kam vënë re. Ajo bën sikur është e fortë, sikur nuk I intereson më, por në fakt nuk e lëshon dot Gjestin. E ndjek kudo, I flet, kërkon vëmendjen e tij me çdo kusht, I përgjigjet ajo. Rozana lëkun këmbën dhe vazhdon e acaruar, pikërisht. Unë nuk e kuptoj se çfarë mendon ajo. Po I del vetja fare keq. Gjesti nuk e do më, ai thjesht po tregohet I sjellshëm me të, dhe ajo e merr si shenjë që ai ka ende ndjenja për të. Është qesharake. Danja pshertin dhe tun kokën me keqardhje. Dhe pastaj ankohet se ai e përdori, se ai e bëri të ndihet keq. Po mirë, atëherë pse vazhdon ta ndjek? Pse nuk e lë rehat? Rozana mbyll syt për një moment, sikur të përpiqej të ruante durimin. Sepse Egli është vajzë e tillë. Ajo nuk e duron dot që Gjesti të mos e ketë më në vëmendje. Ajo e do dramën, I pëlqen të luajë rolin e viktimës, por në fund të ditës, është ajo që e kërkon këtë situatë. Danja tregon një buzëqeshje ironike. Po të mos I rrinte mbrapa, mbase do të kishte ruajtur pak dinjitet. Por jo, ajo thjesht nuk di të ndalet. Të dyja tundin kokën me shgënjim, duke kuptuar se Egli nuk kishte ndërmend të ndryshonte. Ndërkohë, në një cep tjetër të shtëpisë, Egli dhe Gjesti po bisedonin, pa e ditur që Rozana dhe Danja po e analizonin çdo lëvizje të saj. Danja dhe Gjesti përplasen në një debat të tensionuar, ku Danja përpiqet ta bëjë të qartë pozicionin e saj. Me një ton serioz dhe pak të acaruar, ajo I drejtohet Gjesti, duke I thënë, "Shiko, Gjesti, mjaft më me këto lojra. Nuk e di pse vazhdon të më ngacmosh dhe të krijosh situata të sikletshme, por dua ta dish një herë mirë që unë jam e lidhur me dik jashtë. Nuk ka asgjë mes nesh dhe s'ka për të pasur kurrë. Ti për mua je thjesht një vëlla I vogël, asgjë më shumë." Gjesti e sheh me habi dhe tun kokën duke buzëqeshur lehtë, sikur nuk e beson atë që po dëgjon. Vëlla I vogël? Hajde, mos më thuaj që vërtet më sheh kështu. Se nuk besoj që një vëlla të bën të skuqesh sa herë të flas. Danja shfryn dhe kalon duart në flok, sikur po mundohet të ruajë durimin. Mos e kthe në lojë këtë, seriozisht. Nuk dua të keq kuptohemi. Respektoje faktin që unë jam në një lidhje dhe ndal këtë sjelljen tënde.
por gjesti vazhdon duke e parë me një shikim të çuditshëm. E po mirë, unë nuk thash asgjë të keqe, por nëse ti më shikon si vëlla, atëherë mos u nervozo kaq shumë kur të flas. Me sa duket, po të prek diçka. Danja rrotullon sytë dhe largohet, duke mos dashur ta zgjas më shumë debatin, ndërsa gjesti buzëqesh me ironi, sikur ende nuk është bindur nga fjalët e saj. Gjesti ulet pranë Danjës dhe fillon t'i tregoj për marrëdhënien e tij me Eglin, duke i shpjeguar se ai nuk ka ndjenja romantike për të, pavarësisht se ajo duket se kërkon më shumë nga ai. Shiko, Danja, thot ai, duke marrë një frymëmarrje të thellë, me Eglin nuk do të ketë asgjë mes nesh përveç miqësisë. Nuk e di pse ajo vazhdon të mendojë ndryshe, por unë ja kam bërë të qartë që nuk dua më shumë se kaq. Danja e shikon me një shikim të dyshim dhe e pyet, po mirë, atëherë pse vazhdon të qëndrosh afër saj? Pse nuk i jep fund kësaj situate një herë e mirë? Gjesti tund kokën dhe pshërtin. Sepse nuk dua ta lëndoj. Nuk është se e urrej apo dua ta shoh keq, thjesht nuk ndjej të njëjtën gjë që ndjen ajo për mua. Kam tentuar t'i shpjegoj, por duket sikur ajo nuk dëshiron ta kuptoj. Vazhdon të më afrohet, të më kërkoj vëmendje, dhe unë nuk e di më si t'ja bëj. Danja buzëqesh me ironi dhe i thot, gjesti, po më duket sikur po i lështek. Nëse vërtet nuk do asgjë me të, atëherë duhet të jesh më i prerë. Egli është vajzë e zgjuar, por nëse i jep shenja të gabuara, ajo do të vazhdoj të shpresoj. Gjesti pshërtin sërish dhe kalon dorën në flokë. Ndoshta ke të drejtë. Por unë nuk dua të bëhem njeriu i keq në këtë histori. Thjesht dua që ajo të kuptoj vetë dhe të ndaloj së insistuari. Nuk dua dramë, nuk dua të krijoj probleme. Do qëndroj thjesht shok me të, por asgjë më shumë. Danja e shikon me një shikim të mbredh dhe i thot, po të ishte ashtu, ajo do ta kishte kuptuar me kohë. Mbase je ti ai që pa dashje po e lejon këtë situatë të vazhdoj. Gjesti nuk përgjigjet menjëherë, por duket sikur mendon thellë për fjalët e Danjës. A do të marrë ndonjëherë fund kjo histori mes tij dhe Eglit, apo do të vazhdoj të krijoj tensione mes tyre? Gjesti afrohet me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë dhe shikon Danjën me një vështrim ngacmues, duke i folur me një ton të butë por plot siguri. E di që më do, por nuk e pranon, i thot ai duke e parë drejtë në sy. E sheh mënyrën si më shikon? Si buzëqesh sa herë të afrohem. E di që s'do ta pranosh me zë të lartë, por unë e di të vërtetën. Danja tund kokën dhe qesh me ironi, duke e shtyr paksa me dorë. Gjesti, lëre këtë lojën tënde. Nuk ke asnjë ide për atë që mendoj unë. Mos u bëj aq i sigurt. Por gjesti nuk ndalet, vazhdon ta shikoj me një shikim të thellë dhe misterioz, duke i thënë, po mirë, nëse nuk më do, pse skuqesh kur të flas kështu? Pse nuk më shmang? Pse gjithmonë përfundon duke folur me mua? Danja e ul shikimin për një moment, sikur nuk di çfarë të thotë, pastaj e hedh shakan për ta larguar situatën, sepse ndonjëherë më keq ardh dhe dua të jap pak vëmendje, se përndryshe do ngelesh vetëm. Gjesti qesh me të madhe dhe tund kokën. E po, nuk e di, por unë them që ti je e bukur si një yll dhe një ditë do ta pranosh vetë atë që po përpiqesh të mohosh tani. Danja qesh, por nuk jep një përgjigje të qartë, duke lënë të kuptohet se ndoshta fjalët e Gjesti nuk janë dhe aq larg së vërtetës. Gjesti bisedon me Eglin në një moment kur tensionet mes tyre janë të larta. Ai e shikon drejtë në sy dhe i flet me një ton serioz, duke i bërë të qartë se nuk do të toleroj më sjelljen e saj kundër tij. Shiko, Egli, nuk dua më debate me ty, mos më acaro dhe mos më dil kundër, sepse nuk do ta pranoj këtë gjë, i thot ai, duke u afruar pak më shumë. Egli e vështron me një shikim skeptik dhe ndërpret krahët mbi gjoks, e gatshme për t'ju kundërvënë, por Gjesti nuk ndalet aty. Ai e bën të qartë që nga ky moment, ajo duhet të ndjek fjalët e tij dhe të mos e kundërshtoj. Unë e di mirë si funksionon loja këtu dhe po të them hapur që çfarë të them unë, ajo do të ndodhë. Nuk dua as të shoh të më kundërshtosh më, e kuptove? Vazhdon ai me një ton edhe më të ashpër, Egli e shikon me habi dhe zemërim. Pra, ti po më thua që unë duhet të bëj gjithçka që thua ti? Pa diskutim, pa mendimin tim. Po kush të mendon veten ti, Gjesti?
Ja kthen ajo me ironi, gjesti buzëqesh me një qëndrim dominues dhe i afrohet edhe më shumë. Unë po të paralajmëroj, Egli. Më mirë për ty të më dëgjosh, se ndryshe nuk do të dalë mirë për ty, nuk dua që të jesh kundër meje, e di shumë mirë që nuk të leverdis. Egli tund kokën dhe qesh me përbuzje. Nuk do ta kem kur frikë ty, gjesti. Ti mund të manipulosh këtë duash këtu brenda, por jo mua. Thot ajo, duke u larguar, ndërsa gjesti mbetet duke e parë, me një buzëqeshje të lehtë, por me një shikim të ftohtë, i bindur se do ta ketë situatën nën kontroll. Tyre? Egli acarohet keq me gjestin dhe nuk mund ta përmbajë më nervozizmin e saj. Ajo i afrohet me një shikim plot mbledh dhe i thot me ton të ashpër, ti je mashtrues. Më ke përdorur për lojë, më ke shfrytëzuar për të përfituar dhe tani po bën sikur je djali i mirë, sikur s'ke bërë asgjë. Por unë e di shumë mirë kush je ti në të vërtetë. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë, si për ta provokuar edhe më shumë. Egli, po çfarë po thua? Unë nuk të kam shfrytëzuar, mos e egzagjero kaq shumë, i përgjigjet ai me ironi, duke bërë një hap mbrapa, por Egli nuk ka ndërmend të ndalet. Mos më thuaj mua të mos e egzagjeroj. Ti e di shumë mirë që më afroheshe vetëm kur të duhej, vetëm kur doje të bëje lojën tënde. E gjithë kjo ishte një strategji për ty, apo jo? A mendove ndonjëherë se si ndihesha unë? Gjesti, duke parë që situata po tensionohet, kalon dorën në flok dhe mundohet të ruajë qetësinë. Unë nuk të detyrova të bësh asgjë, Egli. Ti ishe aty me dëshirën tënde. Nuk më fajso dot për gjithçka, i thot ai, por në zërin e tij ndihet një dozë e vogël pasigurie. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Ah, sa i pas skrupull që je. Edhe tani, edhe pas gjithë asaj që ke bërë, prap nuk pranon asgjë. Prap e kthen fajin nga unë. Ti je njeriu më i rrem këtu brenda dhe e di çfarë. Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty. Më rri larg. Banorët e tjerë fillojnë të vështrojnë nga ata, duke ndjerë tensionin në ajër. Gjesti buzëqesh lehtë, por shihet që nuk po i pëlqen fare kjo situatë. Ai nuk thot asgjë për disa sekonda, pastaj i afrohet pak Eglit dhe i thot me zë të ulët, në fund të fundit, Egli. Ti ishe ajo që më lejonte të luaja lojën time. Kjo e bën Eglin të shpërthej edhe më shumë. Ti je i pabes. Po tallesh me mua. Haram çdo moment që kam kaluar me ty. Bërtet ajo, ndërsa largohet me nervozizëm, duke lënë pas një gjesti që e ndjek me sy, por nuk thot më asgjë. Gjesti, i vendosur dhe me një shikim të mprejtë, i shkon nga pas Eglit, i cili po mundohet ta fshehë zarfin me çdo kusht. Ai e vëren lëvizjen e saj dhe nuk ka ndërmend ta lërë të largohet aq lehtë. Ishte i bindur që Egli po përpiqej të mbante diçka të fshehtë dhe nuk do të ndalej pa e zbuluar të vërtetën. Ku po shkon me atë zarf, Egli? E pyet ai me një ton të prerë, duke i qëndruar shumë afër, pothuajse duke e sfiduar me praninë e tij. Egli, me një shikim të shqetësuar, mundohet ta fshijë zarfin pas shpine dhe bën disa hapa pas, sikur të kërkonte një mënyrë për t'u larguar pa e bërë situatën më të tensionuar. Nuk është puna jote, gjesti, lëre fare. I thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Por gjesti nuk tërhiqet. Ai buzëqesh me ironi dhe tund kokën. E kam shumë punë. Unë i di mirë këto lojrat e tua. Ti po përpiqesh ta fshehësh zarfin, por jo me mua këto gjëra. Mos mendo se do ta lësh këtë shtëpi pa e treguar çfarë ka brenda ti. Egli e shikon me nervozizëm dhe bën një përpjekje të fundit për të ndryshuar temën. Gjesti, mos u merr me mua. Nuk të kam bërë asgjë. Pse je kaq i fiksuar me këtë punë? I thot ajo me një ton sfidues. Gjesti qesh me sarkazëm dhe afrohet edhe më shumë, duke e ngushtuar hapësirën mes tyre. Unë s'jam i fiksuar me ty, Egli, por me drejtësinë. Ti e di shumë mirë që s'mund ta fshehësh zarfin. Hajde, jep ma ose do ta marr vetë. I thot ai me një ton të prerë. Egli e ndjen që nuk ka rrugë dalje. Ajo shikon përreth, duke parë se banorët e tjerë tashmë i kishin vënë syt nga ajo dhe po e ndiqnin situatën me vëmendje të madhe. Disa fillojnë të pëshpërisin mes tyre, ndërsa të tjerët presin të shohin se si do të përfundoj ky përballje.
Nuk ke për ta marrë këtë zarf, haroje. I thot ajo, duke e shtrënguar fort në dorë dhe duke bërë një hap pas. Por gjesti s'kishte ndërmend të dorëzohej. Ai bëri një lëvizje të shpejtë sikur do t'ja merrte me forcë, duke e vënë edhe më shumë në siklet Eglin. E shikon që po fshihesh? Nëse nuk ke bërë asgjë të keqe, pse nuk e tregon çfarë ka brenda? Tensioni arrin kulmin, ndërsa banorët fillojnë të afrohen më shumë. Atmosfera bëhet më e rëndë dhe tani gjithçka varet nga vendimi i Eglit, do ta tregonte apo do të vazhdonte të luftonte për ta fshehur të vërtetën? Gjesti ballafaqohet me Eglin në mes të shtëpisë, ndërsa tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë. Ai e sheh atë drejt në sy, me një shikim të ftohtë dhe të prerë, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por nervozizmi i tij është i dukshëm. E di shumë mirë pse ke ardhur, i thot ai me një ton të ashpër. Nuk je këtu për të më folur apo për të sqaruar ndonjë gjë. Ti ke ardhur vetëm për të më sulmuar, për të rregulluar imazhin tënd dhe për të më bërë mua të dukem keq para të gjithëve. Egli e dëgjon me një buzëqeshje ironike, duke tundur kokën me përçmim. Ti vërtet mendon se gjithçka ka të bëjë me ty? Mos u bëj qendra e botës, gjesti. Unë nuk kam nevojë të rregulloj imazhin tim, sepse ndryshe nga ty, unë nuk kam gënjur dhe nuk kam luajtur me ndjenjat e askujt. Gjesti qesh me nervozizëm dhe afrohet pak më shumë, duke e parë drejtë në sy. Oh, kështu pra? Ti do të dalësh viktima e madhe këtu? Sikur nuk ishe ti ajo që më afrohej, që më kërkon të vëmendjen. Po tani, papritur, unë jam djalli dhe ti engjëlli. Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin nga afër, ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Egli shtrëngon nofullat dhe e sheh me zemërim. Jo, gjesti. Unë nuk jam viktim. Por nuk do të lejoj ty të më bësh të dukem sikur kam gabuar unë, kur në fakt ke qenë ti ai që ka manipuluar dhe luajtur me mua. Gjesti shtrëngon duart, dukshëm i irrituar. Unë nuk kam manipuluar askën, Egli. Nëse ti e ke kuptuar ndryshe, është problemi yt, jo imi. Por mos u mundua të më njollosësh mua për të shpëtuar veten. Debati mes tyre vazhdon, me secilin që përpiqet të mbrojë veten dhe të hedhë fajin mbi tjetrin. Tensioni është në kulm dhe duket se kjo përplasje nuk do të marrë fund aq lehtë.